Besoj e ndoqët klipin mes Mateos dhe Brikenës, pra për historinë e tyre, edhe jam 100% dakord me atë që i tha Arbri, me thënë drejtën, sepse duket që Arbri e ndjek mirë Big Brotherin dhe e njeh mirë si lojë. Unë personalisht që nga fillimi kam thënë që s'jam asnjë, por në këtë histori, me thënë drejtën, i besoj më shumë Mateos. I besoj më shumë Mateos sepse kam përshtypjen se është pak më i sinqert. Kjo nuk e bën Brikenën, po them, vajzë të keqe, përkundrazi Brikena është një nga vajzat më të mira që janë aty brenda, por i besoj te kjo histori Mateo sepse Mateo kishte edhe një detaj më shumë, detaj i cili e nervozoi Brikenën. Fakti që ajo nervozohet dhe nuk e mohon atë histori, do thotë që Mateo po thotë vërtetën. Kështu që unë nuk e di se si e mendoni ju, nuk e di se kujt i besoni ju, Mateos apo Brikenës, por në këtë histori kam përshtypjen që Mateo është i drejti.